Sot u fut burri në kuzhinë që thoni ju njerëz të na gatuaj peshq, se siç e dini unë nuk I gatuaj peshqit, më pëlqen vetëm që ti ha. Edhe burrit I pëlqen që ti gatuaj, që kështu jemi të gjithë të kënaqur. Tani, këtë peshkun që përgatitëm sot quhet makrell aty në Angli, nuk e di se si quhet në shqip, nëse ka të njëjtin emër ose emër tjetër. Nejse, do më thoni juve në komente. Edhe tani, ço tu hedhi brenda, do tu hedhi domate, limon, edhe qepë. Do t'i presi të gjitha copa të holla, siç shikoni. Edhe do përgatiti krip edhe piper edhe një çik rigon, do t'ia hedhi të gjitha bashkë. Tani në një tepsi që ka vendosur letër kuzhine, do t'i hedhi vaj nga lartë. Edhe si shikoni peshqit I fërkon një herë me krip edhe me piper nga brenda, I vendos domate, limon edhe qepën. Edhe I vënë radhë në tepsi me radhë. I pret edhe nga një çik nga lartë që të mundet kripa edhe piperi që të vene edhe brenda te peshku. Nëse doni det mund të mos e prisni peshkun, si ta keni juve qejf, nuk ka problem. I përgatiti të gjithë siç shikoni, u hedh edhe nga lart kripën edhe piperin, edhe shtepëruan nga këto qepët e limoni edhe domatja, nëse nuk teproi nuk ka problem fare. Siç shikoni, këto I quhen vezët e peshkut, më duket, nuk e di burri tim të gjitha këto gjëra, po janë diçka që hahen edhe janë të mira, nejse, edhe I vendosim në furrën në 180 gradë, edhe është një nga peshqit më të shijshëm që kam provuar ky lloj, domethënë makreli. Ciao ciao.